Se ka ekzistuar atëherë, ekziston edhe sot. Nganjëherë bëhet me keq dashësi, po tek e fundit qëndron deri diku fakti që ka qenë partinë pushtet që e kanë votuar. Masaksisht edhe PDK-ja. Ka qenë in sistem edhe i vetë Hashim Thaqit, edhe kërkesë e tij prej partisë që ta votojnë, të votojnë ndryshimet kushtetuese. Akuza është vetë keni bo. Pra akuza është vetë keni bo jo, nëse qenë ka e keqe çfarë po thonë, vetë keni bo. Pse e keni bo? A ka pas skenar paralel ose çka kishte ndodhur nëse Kosova nuk e kishte themeluar gjykata oficiale? Çka kishte përgjigje çasaj kërkese ndërkombëtare dhe presionit ndërkombëtar? Unë kam qenë deputet në atë kohë. Po. Kem pas komunikim të vazhdueshëm me diplomasinë amerikane dhe insistimi i tyre ka qenë që duhet të bëhet gjykata speciale ose alternativa me 6 do të jetë që të bëhet një tribunal ndërkombëtar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ky ka qenë opsioni i cili na është prezantuar. Tash a do të bëj apo jo është temë në veti, por edhe po mos bëj ky tribunal ndërkombëtar, mos harrojmë ka qenë një kërkesë këmbgurse kategorike e administratës amerikane të presidentit Obama dhe mund të marrë me mend se çfarë sanksionesh politike dhe diplomatike do të kishte Kosova në vitin 2015 mbi gjitha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po mos ta bënim dhomët e specializuara. A diskutuat atë çka mundën me qenë? Jo, po them, ne as i kemi menduar që të hyjmë në konfrontim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se ka qenë klim tjetër politike në Kosovë. Mos harrojmë 2015 është kaj tjetër klim politike, këtë atmosferë tjetër politike dhe ne midis konfrontimit me Amerikën dhe përfilljen e një kërkese të Amerikës me pretendimin e përbashkët që do të bimë poshtë akuzat e senatorit Martit, sepse nuk ka trafikim organesh, atëherë bindja jon ka qenë që mirë është të shkohet deri në fund, që ka të bëjmë një periudhë afat shkurtër kohore ose afat mesme variantin më të keq, edhe do të sqarohet njëherë për gjithmonë. Kështu që nuk kemi pas alternativë. Edhe na është prezantuar që, po them, opsioni tjetër është votimi i tribunalit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, sepse gjërat kanë shkuar tepër larg. Tepër larg me media, tepër larg me politikë ndërkombëtare, tepër larg nga ana e Rusisë. Pra, themelimi patjetër i gjykatës po tash në OKB, po, që trajton të njëjtën çështje, po, i pasum edhe me sanksione potenciale. Po gjithsesi. Edhe tash supozimi jon ka qenë që një tribunal ndërkombëtar përfshin gjykatës prokuror të kontinenteve të ndryshme, të shteteve të ndryshme, shumica prej të cilave as nuk e kanë njohur Kosovën apo nuk e njohin fare Kosovën, nuk e din çka është Kosova. Pretendimi jon ka qenë, dhe analiza jon ka qenë më mirë është të formohet dhomat e specializuara me prokurori amerikane, me gjyqësi evropiane, e cila do të bashkëpunojë në trajtimin e kësaj teme.